Daja që bën me lot, Engji dhe Shyretja e përlotën një shqiptari me veprimin e fjalët e tyre të fundit. Shyret e Beluli dhe Angjelusha Saliu kanë rikthyer magjinë e tyre muzikore me një projekt të ri, i cili ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut. Kënga e tyre më e fundit, e titulluar Hajde, Hajde Daj, shfaqet si një homazh i ngrohtë dhe emocional për marrëdhënien e veçantë mes nipërve dhe dajallarëve, duke theksuar rëndësinë e kësaj lidhjeje të dashur familjare që shpesh kalon nga brezi në brez. Ky projekt muzikor shquhet jo vetëm për melodi të këndshme dhe tekst të ndjerë, por edhe për mesazhin që përcjell. Teksti i këngës është i mbushur me emocione dhe ngrohtësi, duke arritur të kapë thelbin e lidhjes familjare dhe respektit për figurat e rëndësishme në jetën e fëmijëve. Përmes këtij projekti, Shyrete dhe Angjelusha nuk synojnë vetëm të ofrojnë një këngë për dëgjuesit, por edhe të krijojnë një himn që mund të përdoret në dasma, festa familjare dhe çdo moment ku familja mblidhet së bashku. Bashkëpunimi mes nënës dhe bijës, tashmë i njohur dhe i dashur nga publiku, këtë herë shfaqet në një formë akoma më të përpunuar dhe të kompletuar. Videoklipi që shoqëron këngën është realizuar me kujdes të veçantë, duke sjellë skena të ngrohta dhe të afërta që pasqyrojnë jetën familjare dhe lidhjet mes brezave. Regjia dhe produksioni i klipit janë menduar për të theksuar emocionin e këngës dhe për të ofruar një përvojë vizuale që tërheq jo vetëm adhuruesit e muzikës, por edhe çdo person që ka lidhje të ngushta me familjen. Projekti vjen i realizuar nën siglën e njohur të studios Baresha Music, e cila ka mbështetur më parë disa nga projektet më të suksesshme në muzikën shqiptare. Cilësia e lartë e produksionit, harmonitë e bukura muzikore dhe performanca e përkryer vokale e Shyretes dhe Angjelushës premtojnë që kënga të ketë një pritje të ngrohtë nga publiku dhe të bëhet pjesë e pandashme e festave familjare. Që nga publikimi i saj, Hajde, Hajde Daj ka filluar të shpërndahet gjerësisht në platformat digjitale, duke u bërë menjëherë një mundësi për dëgjuesit që të dedikojnë këtë këngë të veçantë për dajallarët e tyre. Reagimet e publikut kanë qenë pozitive, me shumë mesazhe që theksojnë sa e veçantë dhe prekse është kjo këngë, duke e konsideruar një tribut të bukur dhe modern për figurat e dashura në familje. Ky projekt është një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit të ngushtë mes nënës dhe bijës dhe tregon se tradita e përbashkët muzikore mund të rikthehet dhe të modernizohet pa humbur identitetin dhe emocionin origjinal. Me siguri, Hajde, Hajde Daj do të jetë një nga hitet e preferuara të publikut në dasma, festa dhe çdo moment kur dëshirohet të shprehet dashuria dhe mirënjohja për dajallarët e zemrës. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.